Atmosfera është elektrizuese dhe emocionet kanë arritur kulmin vetëm pak orë para ndeshjes së shumëpritur të kombëtarja Kosovës në futboll. Në qytet futbolldashësit mezi po presin fillimin e sfidës, duke shpresuar që kjo natë të shndrohet në një festë të madhe për gjithë vendin. Qytetarët shprehen optimist se sonte mund të jetë një natë historike, një moment që do të mbetet gjatë në kujtesën e të gjithëve si dëshmi e krenarisë dhe unitetit. Kosova fiton me rezultatin 2-1. Po, me siguri, ekip më të mirë s'kem pas asherë, tash është ekipi më i mirë që ka herë. Kosova do të fiton. 2-0 Kosova. Orime Kosovë, orime Shqipëri. Jena të shpresu që fiton Kosova. Viqe na bo krenar, inshallah na bojnë edhe më shumë krenar. 3-1 për Kosovën. Tifozë të njohur si Dardanet tashmë janë gati për spektakël, duke premtuar mbështetje të pakursyer nga fillimi deri në fund të ndeshjes. Pak orë na ndojnë nga kjo përballje rëndësishme, e cila për shumë kënd nuk është vetëm një ndeshje futbolli, por një moment krenarie kombëtare. Sytë e gjithë vendi janë sonte te fusha, me shpresë se historia do të shkruhet nga djemtë tanë, sepse përtej rezultatit, kjo është nata kur zemrat rrahin si një për Kosovën tonë.